Shqipëria kërkon revolucion, përfundoi protesta e 61 kundër qeverisë, qytetarët pas 2 muajsh qëndrese, nesër më shumë, pas 2 muajsh protestash të përditshme, qytetarët kanë mbyllur mbrëmjen e sotme protestën e 61 kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama, duke përsëritur thirrjet për dorëheqjen e tij. Protesta e radhës u shoqërua si çdo natë me marshim në rrugët e Tiranës ku pjesëmarrësit mbajtën pankarta dhe broritën kundër qeverisë, ndërsa në fund të tubimit organizatorët bën thirrje për vijimin e rezistencës në ditët në vijim. Shqipëria kërkon revolucion ishte njëra prej thirrjeve të dëgjuara gjatë protestës, ndërsa qytetarët përsëritën dhe sloganin "Ja Rama i jep dorëheqjen". Në përfundim të tubimit, nga sheshi para kryeministrisë u bën thirrje që qytetarët të rikthehen sërish ditën e nesërme.